Analisti Halil Geci ka kërkuar që moderatori Ermal Panduri dhe të gjithë drejtuesit e emisioneve të ndalojnë panelistët që të flasin si zëdhënës të Beogradit. Geci përmes një shkrimi në Facebook i ka reaguar Lirim Mehmetajt, djersa i thot se ai apo kushdo që flet për autonomi serbe është pjesë e projektit të ndarjes e jo të ardhmes së Dardanis, por i pazareve të armiqve. Tutje ai ka kërkuar që të mos luajnë me emrin e Dardanis sepse nuk do t'ju afal historia. Ermal Panduri dhe të gjithë drejtuesit e emisioneve ndaloni panelistët që të flasin si zëdhënësit e Beogradit. Kosova nuk është Tiroli. Lirim Mehmetaj, turp të qoftë për krahasime që fyejnë sakrificën e një kombi. Të paguar si analist, të përdorur si zëdhënës të Beogradit, flasin nëpër studio pa fije turpi e pa frikë nga Zoti, me zë të fortë por me mendje të ulët, prodhojnë lajme që elmojnë opinionin dhe nxisin krizë kombëtare. A është e mundur që në vitin 2025 Kosova të krahasohet me Tirolin? Kjo nuk është analizë, kjo është tradhti, një tallje me gjakun e dëshmorëve, një goditje e hapur ndaj shtetit tonë të pavarur. Kush dreqin u mëson këtyre njerëzve këto krahasime të ndyta, kush ju ushqen me këto narrativa që vijnë erë nga Beogradi, por që shpërndahen në Prishtinë përmes mikrofonëve të paguar. Lirim Mehmeti dhe kushdo tjetër që flet për autonominë serbe është pjesë e projektit të ndarjes, jo i së ardhmes së Dardanis, por i pazareve të armiqve tanë. Në asnjë kohë më shumë se sot, nuk është bërë me domosdoshme të mbrohet fjala Kosovë nga përdhosja dhe bastardimi që po i bëhet nëpër studio televizive, ku nën maskën e analizës shihet tradhtia më e ulët politike e kombëtare. Deklaratat e fundit të analistit Lirim Mehmetaj dhënë për një televizion gjerman, ku pa asnjë ndjeshmëri historike e pa asnjë respekt për sakrificën e këtij populli, flet për autonomi për serbët në veri, si në Tirolin jugor, janë jo vetëm të papërgjegjshme, por krim moral kundër kujtesës së këtij kombi. Krahasimi me Tirolin jugor është fyerje për çdo nën shqiptare që ka qartë djalin e vrarë, për çdo dëshmor që është flijuar për liri, për çdo qytetar që ka përballuar pa drejtësitë, për çdo ushtar të UÇK-s që ka mbrojtur këtë tokë të shenjtë të Dardanis. A është kjo liria për të cilën u derdh gjaku? A është kjo Kosova që e ndërtuan me mund që tani të kthehet në një eksperiment televiziv, ku analistët e arbutërisë politike i japin vetes të drejtën të negociojnë simbole territor dhe dinjitet kombëtar? Dhe më e rënda, TV ka gjini në drejtimin editorial të Ermal Pandurit i jep hapësirë të lirë zërave që artikulojnë skenare të rrezikshme për integritetin territorial të shtetit. Kush ma bërgjegjësi për këtë? Kush u dha të drejtën që ekranet të shndërrojnë në platforma të nënshtrimit diplomatik? Sot flitet për autonomi, nesër do të flitet për ndarje, pas nesër do të flitet për bashkëjetesë në një shtet të përbashkët me Serbinë. Aty po shkojmë nëse nuk reagojmë fuqishëm. Opinionisti Mehmetaj nuk janë thjesht zëra të gabuar, janë pjesë aktive e një projekti që kërkon ta bëjë Kosovën të përkohshme, të dorëzueshme, të tregtueshme. Ai nuk përfaqëson mendim të lirë, ai përfaqëson frymën e dorëzimit që gënjen popullin me fjalë të bukura dhe koncepte të rrezikshme. Ne nuk kemi bërë luftë për ta ndarë tokën shqiptare sipas ideve të ndonjë Tiroli jugor. Kosova nuk është Austri, Serbia nuk është Zvicër, dhe ky nuk është një konflikt etnik, është një luftë për ekzistencë kombëtare. Ata që nuk e kuptojnë këtë janë ose ignorant, ose të paguar. Shqiptarët e kanë një vit të kuqe të padukshme për të shenjtë kufirin dhe nderin e kombit, dhe kushdo që guxon ta prek të vi, qoftë në emër të politikës, të analizës apo të interesit personal, është i shkruar në faqet e zeza të historisë. Ky reagim nuk është vetëm kundër një deklarate, është një paralajmërim kombëtar. Mos guxoni të luani me kufit e Kosovës, mos guxoni të luani me gjakun e dëshmorëve, mos guxoni të luani me emrin e Dardanis, se nuk do t'ja u fal historia, nuk do t'ja u fal populli dhe mbi të gjitha, nuk do t'ja u fal vetdia kombëtare që po zgjohet dita ditës.